Bashkë me Jorin, kemi anë në një tjetër vend, është një qytet në verilinje të Francës, pranë kufirit me Gjermaninë dhe me Zvicrën. Po jarë. Ky është veç fillimi i udhëtimit apo i shëtitjes tonë në Kollmar. Jemi te një park shumë i madh që kryesisht ish i gjelbrum. Këtu atrakcion për fëmijë që po mendoj ma vonë me ardhë me Jorin, edhe një fontan atje e madhe me disa statuja. Në Kollmar kemi shku me vetur prej Zvicrës. E kemi marrë me qëra një apartament përmes Airbnb's që ka pas një pozicion shumë të mirë se ka qenë afër qendrës. Kështu që për me dalë dhe me vizitu qytetin, kemi mujt me dalë në kom, me karrocë edhe mos me pas nevoj me marrë ndonjë mjet transporti. Po vazhdojmë ecjen drejt pjesës së qytetit të vjetër, po njëherë për na duhet një barnatore që ku ka për mjabli Jorit në qëmsht formul. Kemi mbritë një shesh i hapëm, tu pas ka restorane dhe si përfundim, qumshtin nuk e gjetëm, u desht me zavensu me një tjetër formul, kështu që vazhdum ecjen drejt qytetit të Kollmarit. Arkitektura e Kollmarit është shumë interesant edhe është një prej arsyeve se njerëzit vinë me vizitu Kollmarin për shkak të historisë edhe arkitekturës. Tash na kemi me zbulu çka realisht ka brenda. Për dallim prej Zvicrës, Franca ka qenë me temperatura më të larta dhe me më të dukshëm më të mirë. Na kemi mbri herët mëngjes, jemi akomodu në apartament, por vendosëm që pas ditja me qenë koha kur dalim edhe vizitojmë qytetin, për shkak se është edhe më freskët. Qysh po mundeni edhe me pa përmes pamjeve, atmosfera në Kollmar ishte shumë e ngratë, sikur në Itali. Shumë njerëz, shumë kafeteri, gjithkush në ato muhabetet e veta, disponimin e vet, energjia pozitive bërtit kënë të naont. Po ja afrohemi një prej lagjeve më të fotografuara në Kollmar, që është Little Venice, apo Venecia e vogël, sepse kjo rrjedha e kanaleve këto bën që me u duk sikur qyteti i Venecias. Përmes këtyre kanaleve kalojnë edhe gondolat, njëjtë sikurse në Venecia. Për rreth ka shtëpi me arkitekturën e veçantë të stilit alsacian, edhe më duket janë 3-4 ose më shumë ura të tilla, cilat na kemi me i shëtit ka dal-dale. Na tash po e vazhdojmë ecjen kësaj rrugicës, ku me siguri është pjesa apo rruga më e vizituar prej turistëve. Pak problem nëse je me karrocë ose nëse ki gabu edhe ki vesh shtiklla. Muzeu i historisë natyrës, a? Asene për dinosaura që kështë që kanë gjithë sene. Për ima? Që këshyre. Këtu që me thonë poshtë e humbura.
Rrugën po e vazhdojmë për me shku te një tjetër urë, e cila është po ashtu shumë e vizituar prej turistëve dhe prej urave me më së shumti fotografi që shohim në rrjetet sociale, por që nuk është e famshme sa ura Saint Pierre që e pam pak më herët. Çka i ka mungu Kolmarit në këtë kohë kur e kemi vizitu ne, kanë qenë arredimet e luleve, që shpo mundeni me pa në pjesën e rrethoreve të urave, ka hapësira për me i vendos lulet, por në këtë kohë ende nuk ishin qenë të vendosura. E pjesa e luleve është ndoshta pjesa më atraktive e fotografive që dalin në Kolmar, për shkak të arredimeve të shumta që i vendosin nga komuna sigurisht, por që për fatin ton të keq mungun këtë herë. You want to sing, my dear? Kjo zonja ka qenë një ndër kujtimet dhe përjetimet më të bukura që i kemi marrë me vete prej Kolmarit. Shëtitja jonë ka vazhdu. Lulet, ndonë se kanë mungu, nuk ja kanë hu bukurin këti vendi, i cili cep më cep të tërhek dhe merë vëmendjen. Shkëlqimi me jurin kanë vazhdu, kanë ecë. Para me e diko. Tash i gjejmë kanali po ndoj ka dëmërthon në 2 rrjedha. Një rrjedh kjo që po e shohim, edhe ajo që kemi pa ma herët. I vendosur pranë shtëpisë së vjetër të kostumeve, ky është sheshi më i vizituar dhe më i preferuar nga turistët për të kaluar kohë, për të pirë kafe, për të bërë fotografi, si dhe për të shijuar ushqime të mrekullueshme. Kena mbrit e një shesh tjetër, mbas asaj rrugice që kur hapet, del qështu. Lot kafeteri, lot kjo njerëz, që ko ka një atmosferë shumë e mirë, sidomos tash që është pas dite. Po e vazhdojmë ecjen për me zbulu pjesë të tjera që po na befasojnë. Krejt këto rrugica po na qojnë dikom. Dhe rruga na çon te një prej vendeve më të bukura të qytetit të vjetër në Kolmar. Kjo është pjesa që mbase më së shpeshti e shohim edhe përmes fotografive. Për ndryshe mos me harru si fakt, në Kolmar, tregu i Krishtlindjeve apo tregu i fund vitit është prej tregjeve më të bukura në Evropë edhe më të frekuentume. Na Vjenën e kena pa, edhe për një me është që ashtu që shtojnë. Kolmarin duhemi me vizitua tregun e Krishtlindjeve ndonjëherë. A jore, kur rritështe, edhe pak. Unë e peshty kolicën të thotë, sepse jore zotnia po don me shetit edhe me pa HD. Vazhdojmë ecjen, dalim të një tjetër shesh, sa simpatik. Që po i bjen dolem në fund të rrugës që e pa ma herët. E për me shku të ndalesa jone radhës, na bjen me kalu mes për mes bareve dhe restoraneve. Një lloj ekspozite kjo e ushqimeve, e shijeve, e aromave, që pak na boni ma të lehtë edhe për me pa se çka ofron ky vend, mbas edhe me ditë se çka mundemi me hongër pak më vonë. Vizita jone radhës na çon te katedralja e Kolmarit, e cila është e dyta më e madhe në rajonin Alsac pas katedrales së Strasburgut.
Jena ullë me një restoran, e gjetëm. Ma në fund ku po ullëm, se shumë edhe menzi me gjetë një vend, po edhe me gjetë diku mirë, po qëtë jam dilemë se s'pe marrë vesh menu. Kështu mja, po pjatat njerëzve, gjithë shka shumë e mirë. Nese qëto espresso, qëto pidi. Si përfundim, kisha zgjedh një pjatë shishme, e cila ka kushtu 25 euro. Ora diku u bon 9:30, edhe na vendosëm me u kthy në apartament, normalisht se edhe Jori kish kohën e gjumit. Pa dyshim që edhe rruga e kthimit e kishat lezetin e vet. Në orët e mbrëmjes, kafenet e mbushura, restoranet po ashtu dhe një qytet i cili t'jep ndjesitë mrekullueshme. E përgjatë krejt kohës sa kemi shetit e ky vend, unë veç që paramendojsha se qysh mundet me u duk në periudhën e festave të fund vitit. E, kjo do t'jetë një dëshirë për të realizuar në të ardhmen. Që kjo është një kafe edhe një ëmbëltore me thonë, po dhe si me një restoran, ku duhet me bo rezervim nëse do një marrë në bas orës 9. Para orës 9, edhe në 9 fix, mundeni me ardhë me gjetë vend. Ish prej vendeve të rekomandume të Kallmarit. Pas ju binda dhe vetë, nëse ndonjëherë rruga ju qet në Kallmar, pa dyshim që jo sugjeroj një ndalesë te Artemis, qoftë për kafe, mëngjes apo edhe për drekë. Përfundim, unë e mura qëta. Shkëllqimi një cinnamon roll, që kjo një tartë me dhe krema dhe me drellza. Kafe. Ta shojmë faturën. 20 euro. Pa djova. Jena që herët sot, Jure ka bu një sy gjumë, e tash këna alë me një ditë qatë, të mirëve. Na si çdo herë kena përzgjedh një kartolinë, sepse kudo që udhtojmë, marrim kartolina. Në ato kartolina i shkruajmë përvoja që i kemi pas në atë vend. Tash, në kartolinat e fundit, na shtohet edhe Jori. Afër kësaj urës është një treg i qytetit, i cili brenda ka produkte bio, lule, kafebare, edhe është një bar që kemi pa ma herët, që është ka kanali, ku mundesh me pi kafe. Merë mrenda dhe del jashtë nëse ki fat me gjetë vend. Për ndryshe për me gjetë vendet mira, po deshke me dal heret. Ora tash është 10 e pak, edhe bizneset veç se ka nis me i vendos produktet e tënes. Ja, këtu është hymja. Daljan pak për te bare, shkojmë ta shohim. Duke qenë një prej vendeve më të vizitume dhe prej turistëve, normalisht që është pak vështirë me gjetë vende në këtë teras, megjithatë nuk është e pamundur nëse zgjoheni herët. Kthehemi prapë mrenda dhe vazhdojmë eksplorimin.
pemë perime të freskëta. Këtë udhëtim e kemi planifikuar me realizu brenda 3 jave në disa shtete të ndryshme. Kemi zgjedhur me u akomodu në apartamente për shkak se është shumë e përshtatshme për neve me jorin dhe të muajsh. E normalisht apartamentet jemi mundu me i zgjedhë në lokacione sa më të përshtatshme, mundësisht me qenë afër qendrave të qytetit. Rrugës për kthim në apartament, jemi ndalë edhe në disa dyqane të tjera të suvenireve, ku kemi marrë disa dhurata të vogla. Duke u konsideruar si një prej vendeve me tregjet më të bukura të Krishtlindjeve, padyshim që Kollmarit nuk mund t'i mungonte një dyqan i tillë, i cili qëndron i hapur për gjatë gjithë vitit. Turistët kanë mundësi të përjetojnë atmosferën e Krishtlindjeve pavarësisht në cilën periudhë të vitit e vizitojnë Kollmarin, e po ashtu të marrin ndonjë dekor me veti si kujtim. Me kaq që përfundojmë edhe vizitën në Kollmar. Ndalesa jonë e radhës do të jetë një tjetër qytet i bukur francez.